çfarë fyrje dhe çfarë kërcënimi është ky? Kur një njeri në sallën e gjyqit që mbronte një klient i thot avokatit po shpif dhe unë do t'jap, kjo qenë ka dhe ky bandit me prodën që është antar i bandës edhe tjerë thret avokatin edhe e arreston të nesërën. Tani më thuj pak mua. Të arrestosh avokatin në këtë mënyrë, a e kupton ti që kjo është një terror mbi 10-100 avokatër që të mbyllin gojën në sallën e gjyqit? Çfarë drejtësi është kjo? Ka ndodhur ndonjëherë ku unë mendova se kur dëgjova, tu them të vërtetën, mendova se mos avokati ka humbur nerva dhe e ka agresuar prokurorin, edhe thash kjo është e papranueshme. Por kur pash me regjistrime se çfarë ka ndodhur, ky është turpi, ky vetëm drejtësi nuk është apo. Nuk ndodh kund. Prandaj dhe domethënë këta që përpiqen të shndrojnë krimet e tyre të shëmtuara në mburoj për drejtësinë, këta janë dy herë kriminal. Këta që përpiqen të përdorin mantor, të përdorin mantelin e gjykasit apo prokurorit për të mbrojtur krimet e tyre, për të fshehur krimet e tyre, këta janë dy herë kriminal. Zoti Berisha, ditët e fundit keni folur për një tentativë për të kapur gjykatën kushtetuese. A mund ta thoni me emra se kush janë personat?